Atëherë përshëndetje të gjithëve, po takohemi kështu sërish në podcastin e radhës në CU Talks. Sot jemi me Ensarin dhe Femiun, dy studentët tanë, të cilët do të na flasin më shumë rreth jetës së tyre studentore dhe sigurisht edhe për sukseset e tyre gjatë studimit në Universitetin e Europës Juglindore. Përshëndetje Ensar, përshëndetje Femi. Përshëndetje. Si fillim ju lutem prezantohuni pak a shumë se kush jeni, nga cili fakultet vini dhe më pas do të vazhdojmë me pyetjet për ju. Atëherë çelëndo kolegës. Unë e kolegë nuk prish po. Domethënë unë jam Femi Avziu, jam student i vitit fundit në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike dhe Bashkohore. Njëtën kohë jam edhe, të themi, part-time software engineer këtu në kompaninë brenda në Shtull. Unë jam Ensar Sulejmani, jam njëjtë koleg me Femiun, jam i njëjtë në shkencat bashkëkohore teknologjike në vitin e fundit të studimeve. Okej, faleminderit shumë. Atëherë në vitin e fundit e përmendet edhe ju, mbasi edhe shumë pak muaj ju kanë mbetur, le të flasim pak për jetën tuaj këto 4 vite ose 3 vite sa e keni patur, mendoj 4 ashtu. Okej. Për këto 4 vite, si ka qenë jeta juaj studentore në universitetin ton, do me thënë, çfarë keni diçka që e kujtoni dhe mendoni se o ta kujtoni gjithë jetën me nostalgji? Katrinda ta aptaj. Taj. Do besoj se këto 4 vitet e fundit kanë shkuar më shpejt se sa e kemi pritur. Mu personalisht më duket akoma vetja si me qenë viti i dytë. Edhe pse tash kur shikoj fytyra të reja edhe shumicën e tyre akoma nuk mund t'i njoh të gjithë si një herë kur ishim në fillim, por besoj se eksperjenca ka qenë diçka shumë e bukur, shumë e mrekullueshme. Definitivisht pajtohem se 4 vite kanë kaluar shumë shpejt. Ka pas shumë momente interesante bashkë me kolegët, me shokët, çka themi edhe të mira edhe të këqija, normal se kreti kalojnë, po përgjithësisht këtu ku jena të mbajt podcastin, e mbaj mend kena qenë viti i parë kur është hap, është një memorie që ka zdarëm se kena pat periudhën e parë të kolokviumeve, asnjë s'dita asgjë me programimin. Hos. Rishim këtu profesor Artan Luma atër na dha drejtën të rim të mësojmë natën, edhe shumë natë na kanë kalu këtu me atë stresin sa dhe i kalojmë provimet, as dhe i kalojmë. Kur je viti i parë nuk din asgjë akoma, edhe duhet edhe të kesh një stres më shumë juve, domethënë. Atëherë jo vetëm se nuk pak më ndryshe me stresin. Jo vetëm se nuk e dishim lëndën se çfarë duhet të mësojmë diçka, por akoma nuk e dishim edhe sistemin se si shkojnë kolokviumet, provimet, gjithçka. Edhe si big stepping stone, diferencë e madhe, domethënë prej shkollë të mesme çka ke mësu kur dalish në fakultet, kur e shifsha atë librin për spari jartë shumë. Tani ja ku jeni 4 vite, domethënë kanë kaluar shumë shpejt për ju. Ndërkohë, doja, më fal, se ju fillu të flisni pak si nga... Jemi mësuar në miq për një herë edhe na duket si me qenë në kafe. Edhe fillova edhe unë tash si ju. Doja të flas më shumë me Femiun, sepse siç e dim, e kemi parë domethënë të gjithë, je themelues i një programi mjaft të suksesshëm. Doja të pyes se si ka ndikuar studimi në Universitetin e Europës Juglindore, që ti më pas të arrish, domethënë, sukseset e tua dhe si e mendon jetën pas studimeve, domethënë si e shikon, si të ka ndihmuar universiteti jonë? Domethënë Universiteti i Evropës Juglindore e ka bërë hapin e parë që unë të filloj dhe të merrem me këtë industri dhe të zhvillohem, të paktën ato bazat, e di si kur ndërtohet shtëpia ke bazën, themelin e shtëpisë, atë ka vënë domethënë universiteti. Pastaj gjithçka është edhe pak personale. Domethënë sa vullnet ke dhe sa kod i japish vetes edhe përkushtimit për çfarë do lloj presioni çka bëhet. Mirë po sa i përket bazave dhe themeleve, njëtën kohë edhe aftësive personale dhe rjetit çka ta ofron Universiteti i Evropës Juglindore është, domethënë, jam shumë i kënaqur. I kënaqur, po edhe them edhe i habitur deri diku se çfarë eksperiencë kam kalu. Shumë student, shumë koleg të njëjtën kohë, se gjithë jemi koleg prej vit parë deri vit 4, me krejt kesh kontakt, me krejt kesh bashkëpunim, ishte një eksperiencë e mirë. Domethënë bazat janë të uelës. Ndërkohë, çfarë pune je duke bërë tani dhe domethënë a merresh gjatë gjithë kohës me studime, sepse e di që është viti i fundit, ose i ke dhënë pak më shumë rëndësi tani punës jashtë studimeve? Ka qenë një sfidë, sidomos në fillim, domethënë prej mbas mbarimit të vitit të parë, fillova që
jem internship të bëj në kompaninë Adaptive Scale që është këtu në universitet në kampus. Ka qenë një periudhë pak e rëndë në fillim, se s'mund që ta menaxhoj kohën kur të jem në punë, kur dal prej pune, pastaj edhe energjia, se e di lodheshet, ti e kish 4 orë ligjërata dhe ti je i fokusuar, pastaj shkosh edhe 4 orë tjera ti je i fokusuar në diçka krejt ndryshe, se industria është krejt ndryshe prej atyve, sidomos në fillim të lëndëve. Po me kohë adaptohesh, nuk besoj se kam favoritizuar diçka punën ose themi fakultetin. Je fokusuar tek të dyja po një lloj. Po një lloj, themi kur vishim koha e kollokviumeve, fokusi është në fakultet. Po dhe di. Jashtë kohës kollokviumeve, po. Është periudhë një javore e cila po, bësh balans midis njëra tjetrës dhe është diçka në rregull. Ndërkohë Ensar, domethënë me Ensarin njihemi pak më shumë sepse Ensarin gjithmonë e kam pas kamerës. Zakonisht jam prapa kamerave. A mund të na tregojsh diçka më shumë se si kanë qenë këto 4 vite, me çfarë je marr edhe si e mendon, me çfarë do të mirësh pasi ti mbaroj studimet? Po, kanë qenë këto 4 vitet një eksperiencë fenomenale. Ishte viti i parë kur mend me kolegën tim Valonin e vendosëm që t'i hapim klube studentare. Unë vendosa që të hap klubin e fotografimit, sepse dysha diçka që ku mund të enkuadron gjithë drejtimet, gjithë personat pa marrë parasysh a di diçka apo nuk di diçka, është fotografimi një hobi shumë i lehtë dhe shumë i hapur. Ndërsa ai hapi klubin e sigurisë kibernetike. Dhe ne prej aty filluam që të aktivizohemi edhe me eventet e universitetit, ku shkoshim vetëm ndonjëherë prej qefit tonë, pastaj e pam se mundemi dhe kur kish gati se në çdo aktivitet apo organizim që është nga ana e studentëve apo ana e universitetit, ne do gjendeshim aty që të bëjmë fotografimet. Edhe kjo evolvoi pas një kohe, ku pastaj hyra edhe në work and study në zyrën e PR-it, ku më lehtë është ajo qasja, domethënë tek eventet dhe tek vendet tjera. Rregull, siç e përmendëm edhe pak më parë, jam shumë e sigurt që ka pasur sfida, por si e keni menaxhuar dhe si, domethënë, çfarë mesazhi keni ju për studentët, si mund ta menaxhojnë stresin e studimeve dhe më pas sigurisht edhe të mirësh me diçka jashtë studimeve. Si e keni menaxhuar ju si fillim dhe më pas çfarë do t'i thoni edhe studentëve të tjerë që po na ndjekin? Sa i përket stresit, nëse mund të foli pari kolektiv në frishpon. Unë mendoj se stresi për studime zakonisht mund ta marrim edhe si stres pozitiv, se është stres i cili vjen për të arritur diçka, për të bërë diçka më të mirë, domethënë përderisa stresohesh, domethënë se ka barë ajo provimi ose pa marrë parasysh sfida çfarë ke. Mënyra se si të kalohet, unë të paktën kisha thonë është se nuk duhet gjithat mbrihen në kohë patjetër. Domethënë është okay të dështojsh edhe një herë. Prandaj ke edhe afate të ndryshme. Po, ke afate të ndryshme. Ta tregosh veten. Po, në fund ditës fakulteti nuk është diçka obligueshme. Ne duhet ta marrim si diçka që e bëjmë se ne duam ta bëjmë, edhe e bëjmë me kënaqësi. Po, njëtën kohë kur e bësh diçka me kënaqësi, stresi bëhet pak më i tolerueshëm edhe pak më themi pozitiv, më chill ke, po. Tash se di për ty, unë të paktën kështu e kam. Jo, unë përgjithësi kam qenë shumë keq me menaxhimin e kohës edhe stresit, ama stresi nuk ka qenë diçka që më ka penguar. E kam ditur që, okay, nesër mja do vi, dita do vazhdoj dhe çfarë do që mund të ndodh, do ndodh. Është me rëndësi që ne një vajzë këtu që na tregonte për këto strese, sepse diem se zakonisht kështu e kanë, më chill. Ndërsa ne vajzat jemi sidomos gjatë periudhës kollokviumeve ose provimeve, është një stres i papërballueshëm, mund ta them. Për çdo njërin duhet të jetë një vajzë shumë e gjetë që të thotë, okay, do ngrihem nesër, është një ditë si krejt tjera. Ne e kemi bërë atë çfarë mundemi, sa mundemi ne, pjesa tjetër nuk është më në dorën tonë. Dhe kur e ke qëllimet e përcaktuara, më vjen se e ke pak më chill situatën, se e dish ku do të ndriheshën. E di që ti do mbrish. Jo, po edhe në IT ka diçka, ne shpesh bëjmë tash kështu shaka ndërmjet njëri tjetrit. We don't care how it works, only if it works. Tash e gjej mënyrën më të lehtë për ta arritur atë ku do të arrijë. Më pak stresuese, më pak punë, se jo diçka bëhet perfekt, asnjëherë s'an arrish perfekcion. Unë kam dallu pas stres ndonjëherë ka qenë edhe më keq. I kemi pritur shumë pushimet dhe kemi thënë, okay, kur do vi pushimi tash do filloj ta punoj projektin tim personal, do fokusohem ka jo, kur vjen pasaj pushimi nuk mund ta punosh asgjë, vetëm don të rish.
Deadline-at për herë janë. Po, ata ndihmojnë shumë, edhe pse japin pak stres. Për herë ngelen javë e fundit. Ndërkohë ne jemi duke folur që nuk keni stres dhe keni pak më chill, por mendoj që duhet ketë luajtur një rol mjaft të rëndësishëm edhe marrëdhënia që e keni patur me profesorët. Si ka qenë marrëdhënia dhe si e shihni, domethënë atmosferën, qoftë në ligjërata, a janë profesorët hapur për konsulta ose a ju kanë ndihmuar? Okej, fillimisht vetë ta qartësoj, jo se s'kena pat stres. Stres kena pat. Po ju vetë thatë. Po, e kena, domethënë kena ignoruar e kena ignoruar ose paktën e kena mbajt vetë edhe kena munduar të mos e shprehim, po stres kena pat. Edhe stres, pas stres nuk do kishim bërë kurrë. Po, sa i përket marrëdhënies me profesorët, paktën tek ne me na bë rasti që krejt profesorët t'i kalojmë me 4 vite se ka laramani shumë të landëve, domethënë TST-ja është një sferë më e madhe, nuk është vetëm programimi. Të paktën personalisht unë kam pat shumë eksperjenca të mirë me shumë profesor. Në profesorët e TST-s kanë qenë shumë të hapur për bashkëpunime, për ndihmë, tash normal, secili e ka atë mënyrën e vet se si qaset me studentët. Ka profesor me të cilët më mirë komunikom, ka profesor me të cilët ndonjëherë nuk arrin të komunikojsh aq lehtë, po shumica e profesorëve kanë qenë domethënë të hapur për gjithçka. Domethënë unë fillimisht kam fillu punoj lëndën e programimit e kam mësu prej te profesor Artan Luma. Ai kishte nxitjen më të madhe. Tani vazhdoj non-stop jam në bashkëpunime bashkë edhe me një koleg tjetër Ron Ismailin, kena punu tek profesor Nuhi Besimi një projekt me inteligjencë artificiale, edhe shumë profesor tjerë me të cilët, domethënë vazhdimisht kena punu projekte të cilat themi afrohen atyre projekteve që bëhen në industri dhe të marrish një bazë pak më ndryshe nga ajo e fakultetit. Jo, unë do kisha thënë e njëjta gjë. Janë shumë, është si thënë, letë se e shikon edhe atë dëshirë të punës apo të industrisë edhe nga ana atyre. Edhe kur e shkon me ndonjë propozim apo ndonjë detyrë apo ndonjë problem, vu duket interesante edhe ato kishin njëkohësisht edhe natyral në tek ndihma. Është pozitive për ne se shumica e profesorëve me të vërtet kanë njohuri të industrisë edhe nuk është se punojnë vetëm me shabllone të cilat janë shkruar me në libër. Tash problematikat shumicën e rasteve nuk janë zgjedhura. Nuk ke prej ku ta marrish atë zgjedhjen, duhet ti ta bësh problem solving, it's a core conceptin në të paktën në sferën tonë. Edhe shumica e profesorëve mirën me atë dhe vu vjen interesant kthehen në nivelin tonë dhe nuk të konsideron si student, por të konsideron si koleg. Po. Është më e rëndësishme, domethënë që mos të shikoj pak më lart, por të jetë gjithmonë gjithmonë si të me këmbët në tokë, gjithmonë ka qenë ajo aty. Prandaj edhe thash që nuk keni patur shumë stres, sepse mendoj që një shtys mjaft e madhe duhet të jenë edhe profesorët, sidomos që të arrish të krijosh një aplikacion ose të arrish që të krijosh një marrëdhënie mjaft të mirë, që ta dish që, domethënë, profesorët janë aty gjatë gjithë kohës që t'ju ndihmojnë dhe të jenë një shtys mjaft e mirë për ju. Ndërkohë, çfarë mendimi keni dhe çfarë, nuk mund ta them këshill, por çfarë do t'ju thoni studentëve, domethënë që janë viti i parë, i dytë ose i tretë? Cila është këshilla juaj për studentët dhe pyetja e fundit për mua nga unë do të jetë si e shikoni jetën pas studimeve. Domethënë çfarë ju shtyn që të mendoni okay, do ta bëjmë këtë punë ose sa ta lë. Unë do kisha thënë faleminderit. Do kisha thënë te pjesa e parë ku çfarë këshille kemi, unë personalisht është se këshilla ndryshon, për çdo person është më ndryshe. Por diçka që më ka ndihmuar ka qenë shembull ta sfidoj veten për të zhvilluar ndonjë projekt që nuk është aty ku jam shembull në nivelin e ligjëratave. Dhe do shkoj diçka pak më lart, aty do hjek, do të dështoj. Ai projekti garant do të dështoj, por pastaj kur u kthem pjesëve të ligjëratave, atëherë i kam shumë më qarta. Edhe po. E pastaj erën e ditë pasi i kam kaluar edhe ligjëratat, kur dëshiroj që ta bëj atë projektin, atëherë kam shumë më lehtë që ta zhvilloj. Po. Teknike bukur, interesante. Unë të isha pajtu, me shkët se edhe unë e kom po, do me thanë, shumica të landëve në programimin e kena kolokviumet dhe kena projekt. Tash projekt jena
mund ta shpresh full kreativitetin edhe atë themi edhe ka një anë ta mbushish atë egon ton, ta shohësh se sa mundish të arish, të punojsh edhe me afat. Projektet do të mirën, do të thonë full diçka që ty të konvenon. Diçka që ti e shohësh se Alice dhe e kishe përdor ose dhe të kishë ndihmu në ndonjë farë mënyrë, se kur nisish personalisht çka duhet, shumë ma okej e ke të ndihmojsh vetë se sa ta marrish një projekt prej në internet, një ide dhe ta katish ta replikojsh se është replik, nuk ose ka krev diçka aty. Nga ana tjetër edhe kisha thënë që notat janë për studentët, krejt notat janë okej. Nuk duhet, ajo ka qenë një faktor i madh pse unë stresin nuk e kam patash lart, jo se s'kam mesatare, po e bësha diferencën, okej, këtë lant më pëlqen, du ta mësoj, du ta di, ta mësoj, po. E dua dhjeçën. Kjo lant nuk është diçka që e shoh në të ardhmen ta përdori, mos u bën perfekt në sistem lant, se nuk ka kuptim edhe ajo. Sidomos në informatik ku çdo pjesë diferencohet. Diferencohet se ti ke software engineering, është krejt pastor programimi, inxhinieria softwareike, pastaj ke lëndët hardwareike, ke lëndët e qarqeve logjike, tash këto janë mundesh ti rëndisësh gjitha, po unë nuk të kuptoj. Po, unë foli, po jo, edhe kolega e din, edhe paktën nëse do të vjen edhe një student i din, po. Janë krejtësisht, do të thonë ndryshe njëra me tjetrën, nuk është se edhe industria. Nuk është patjetër, do të thonë ti je i fokusuar të gjitha një lloj. Edhe pozicionet, do të thonë të ardhmen profesionale janë ndryshe, nuk janë të njëjta. Tash ato mund bëhesh ti krejt. Ata kërkojnë një person që bën këtë punë mirë dhe për atë do punësohet, se është aq e madhe si është vetë sfera e kësaj industrie, si më thënë. Edhe nëse keni nevojë ta përsërisë edhe një herë, si e mendoni jetën pas studimeve? Do të thënë cila ka qenë shtysa e universitetit ton që ju tash të shihni një të ardhme, nuk e di, këtu shpresoj dhe si, do të thënë si e shikoni jetën tuaj pas studimeve në Universitetin e Europës si Juglindore? Unë pres të vazhdoj edhe master, se kena vetëm një vjet 4+1, po të njëjtën kohë nuk besoj se do e ndaloj edhe anën, do të thënë profesionale në industri. Arsye shtytja ime për ta regjistru këtë fakultet në këtë universitet ishte që të arrit të bëhem një software engineer. Tash rrugës jena tu kalu mirë, është tu shku në rrugë drejt. Shpresojmë të vazhdojmë këtë rrugë dhe ta shohim vetëm nëse një profesionist të mirë, të paktën në rajonin tonë. Po njëjtë edhe unë shpresoj që të vazhdoj masterin këtu në universitet. Por sa i përket se çfarë do bëj pas, aty akoma nuk jam i sigurt. Edhe janë disa pjesë, disa sfera cilët apo disa industri të veçanta cilët mendoj që ti vazhdoj. Por deri atëherë mendoj që të vazhdoj edhe masterin që edhe vetë ta kem më të qartë, po. Atëherë unë ju falenderoj shumë që ishit sot në podcastin ton. Ju uroj një herë e parapunës shumë suksese. Shpresoj që të gjitha ëndrat dhe gjitha dëshirat që i keni t'i arrini, edhe pse jo të bëheni siç e tha, edhe fëmijët të bëheni profesionistë të fushës tuaj. Faleminderit shumë që ishit pjesë e podcastit ton, që dhat mendimet tuaja edhe që ndat idetë, mund ta them, edhe historitë tuaja në universitetin ton. Faleminderit. Folëm kështu me Femiun dhe me Ensarin për sa i përket 4 viteve studimi që ato kanë kaluar në Universitetin e Europës Juglindore. Unë shpresoj shumë që t'jeni argëtuar sadopak me këtë podcast dhe të keni marrë informacion për sa i përket se sa shpejt kalojnë vitet në universitetin ton dhe se çfarë mundësish të mira dhe të bukura ju presin po pikërisht në universitetin ton. Deri në podcastin e radhës, mirëmbëjtje.